antar të bordit drejtues të Akademisë së Shkencave e Rrënjve tona, të nderuar pjesëmarrës dhe delegatë të kësaj konference shkencore. Me lejoni që në fillim të fjalës time t'ju shpreh falënderimet më të sinqerta dhe njëkohësisht mirëseardhjen më të përzemër për të gjithë delegatët që vijnë nga trojet përtej Shqipërisë. Në vijim dëshiroj të shpreh një mirënjohje të veçantë për iniciatorin dhe këtyre ideve dhe njëherëzi një figurë pa lodhë dhe vizionare profesor Sazan Guri, si dhe për gjithë stafin e përkushtuar të Akademisë së Shkencave e Rrënjve tona për organizimin dhe realizimin e kësaj veprimtarie me vlera të spikatura shkencore dhe kombëtare. Personalisht ndjehemi nderuar dhe vlerësuar që marr pjesë në këtë konferencë, e cila në përmbajtjen e saj trajton çështje me rëndësi të veçanta kombëtare. Njëkohësisht kam kënaqësinë t'ju përshëndes edhe në emër të kryesisë shoqatës adhetare kulturore Benda dhe të bordit drejtues të gazetës Krajina e Bendës. Në këtë kontekst, dëshiroj të theksoj se fokusin kryesor të veprimtarisë së shoqatës adhetare kulturore Benda qëndron pikërisht çështje kombëtare, në të cilin e kemi dëshmuar në mënyrë të vazhdueshme përmes iniciativave tona, botime në shtypin periodik, veçanërisht në gazetën Krajina e Bendës, si edhe nëpërmes mbështetjes së dhënë për shoqata dhe individ të ndryshëm që synojnë promovimin e vlerave historike dhe identitare. Të nderuar të pranishëm, trajtimi me seriozitet i çështjeve të tilla, si ngritja kishës së parë krishtere në Europë, në vendin e quajtur para Laçi i sotëm, rihapja e shkollës së parë shqipe në vitin 1123 në Kurbin, themelimi i shtetit e parë të Arbërit me 20 prill 1990, si dhe konstatimi i gjuhës shqipe si gjuhët më të hershme të shkruara, përbën jo vetëm një akt historik, por edhe një mision të rëndësishëm shkollor dhe shkencor dhe kombëtar, i cili kërkon përkushtim dhe të gjithë atyre që ndjejnë përgjegjësinë për të kontribuar për çështjen kombëtare. Në mënyrë konkrete, hapësira e Shqipërisë së mesme, e njohur si qendër arbërisë mesjetare dhe e identifikuar në burimet historike Laçi i sotëm, përfaqëson një nga nyjet më të rëndësishme të zhvillimit të historisë shpirtërore dhe kulturore të arbërisë. Kjo treve vendosën një pozicion strategjik komunikimi dhe ndikimi, ka qenë ndër shekuj një territor ku janë ndërthuar procese të rëndësishme të qytetërimit dhe të formimit identitar. Kjo konferencë trajton 4 çështje me interes të veçantë historik të lirë ngushtë, me trajtimin, burimet arkivore dhe interpretimin e studimeve në mbi rolin e treve të historisë së hershme në Europë. Duke qenë se trajtimi i detajuar i fakteve dhe të dhënave konkrete është objekt i kontestave të cilat janë paraqitur tashmë në Akademinë e Shkencave në Rrënjët tona, unë do të shfrytëzoj vetëm një fjalë përshëndetse për të shprehur mbështetjen time të plotë ndaj punimit të kësaj konference dhe rezolutës që pritet të dalë prej saj. Në funksion të mbarvajtjes së punimeve, do të propozoj për secilin çështje të trajtuar të ndalim në këto shtylla themelore. 1. Paraqitja e informacionit me bazën e fakteve dhe burimeve arkimore. 2. Vlerësimi i rëndësisë historike. 3. Analiza e rolit të procesit shtetformimit. 4. Ndikimi i formimit identitar kombëtar. 5. Formulimi i mesazhe dhe rekomandime përkatëse, pra rezoluta. Në përfundim të 4 çështje që po trajtojmë në këtë konferencë, dëshiroj të për rëndësinë e veçantë historike të treve së Kurbimit dhe të Laçit në kontekstin historisë së Shqipërisë, ato përfaqësojnë fusha kërkimi që kërkojnë studime të thella në qasje kritike dhe një bashkëpunim të gjerë ndërdisciplinor. Trajtimi i tyre duhet të mbështeten mbi analizat e mirëfirta shkencore, duke harmonizuar trashëgiminë e traditës me kërkesat rigoroze dhe metodologjinë bashkëkohore. Për këtë unë propozoj disa rekomandime të veçanta. Për Akademinë e Shkencave, 1. Të nxjisë kërkime të thelluara dhe projekte shkencore mbi këto çështje. 2. Të forcojë bashkëpunimin me arkivat dhe institucionet ndërkombëtare. Për qeverinë dhe institucionet, të mbështesë financiarisht kërkimin historik dhe arkeologjik, të promovoj trashëgiminë kulturore si pasuri kombëtare. Për shoqërinë civile, 1. Të kontribuojë në ruajtje dhe promovimin e vlerave historike, të rrisë ndërgjegjësimin publik mbi rëndësinë e trashëgimisë kulturore. Për brezin e ri, të njohë historinë me mendimin kritik dhe qasje shkencore, të ruajë dhe të kultivojë gjuhën dhe identitetin kombëtar,